Ne zhvendosemi, jemi gjithkohës në lëvizje me raportime nga gjitha anët dhe do të shkojmë në Fier tani. Është një tjetër koleg, Merin Maçi, do të na raportojë gjatë gjithë ditës, por edhe në vijim me gjitha informacionet që do të vinë nga Fieri. Merin, të përshëndes. Pyetja e parë dhe më me interes që duam të dim për gjithë ju që na raportoni është a janë hapur të gjitha qendrat e votimit dhe apo shkon çdo gjë normalisht. Drini nga komunikimet që kam patur me përfaqësues të KZAZ-ve, pikërisht në këtë qark, por dhe në bashkinë më të madhe që ka qarku i Fierit, pikërisht në bashkinë e Fierit, më bëhet me dije se procesi i votimit është hapur dhe të paktën deri më tani nuk raportohet për asnjë problematikë sa i takon në zhvillimit të këtij procesit. Unë aktualisht jam pozicionuar në një prej ZAZ-ve të bashkisë së Fierit, një nga 3 ZAZ e pikërisht në shkollën Jakov Xoxa, aty ku të paktën që prej minutave të para të nisjes së këtij procesit vihet e re një prezencë e shtuar e qytetarëve të cilët janë drejtuar kutive të votimit për të shprehur vullnetin e tyre. Duhet thënë se Fieri është qarku i dytë pas Tiranës, i cili nxjerr 16 mandate dhe ku kanë të drejtë të vote 381.524 dhe ku bashkia më e madhe nga 6 bashkit që përmban ky qark është pikërisht bashkia e Fierit, e cila ka rreth 157.761 qytetar me të drejtë vote. Të paktën deri më tani mund të themi se procesi i votimit në të 6 bashkit ka vijuar normalisht dhe pas një problematik. Mbetet për të parë se cila do të jetë edhe vijimësia e këtij procesi të rëndësishëm. Okej, mirë. Është gazetari Merin Maçi, do të kujtoj edhe një herë pra qarkun e Fierit, është qyteti i Fierit, është Divjaka, Lushnja, Roskoveci, Patosi, Mallakastra, që përbëjnë pikërisht këtë qark, një qark që pritet me shumë interes, janë 16 mandate që do të shpërndahen në Fier, do të kuptojmë se si do të shkojnë këto mandate pas gati 24 orëve, do të kemi një projekcion visim më të qartë ku përballen dhe 2 drejtues politik me mjaft influencë, sikurse është zëvendës kryeministre Zonja Balluku dhe Gazmend Bardhi i opozitës, por do t'i raportojmë gjitha këto informacione rreth pjesëmarrjes. Unë kam një përditësim të informacionet nga kolegët tanë në KQZ, por dhe nga kolegët që po punojnë me gjitha përpunimet e informacioneve, që për çdo 60 minuta do të kemi një lloj përditësimi të informacionit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen zyrtare të KQZ-s, por edhe në faqen zgjedhje.tvklan.al, edhe aty ju do të keni mundësi që të merrni në kohë reale pikërisht tek pjesëmarrja se sa ka qenë pjesëmarrja deri në këtë moment. Çdo një orë do ta shohim pak pjesëmarrjen në ekran, do të bëjmë një përditësim të informacionit në bazë të asaj që na jep KQZ-ja, pra për të kuptuar se sa po votojnë qytetarët shqiptar. Janë 3.7 milion qytetarë të cilët janë me të drejtë vote. Do të shohim sa do të jetë pjesëmarrja dhe se si do të reflektohet ajo, do të raportojmë këtë në minutat në vijim. Por, pasi kemi bërë një kalim në disa qarqe të Shqipërisë, kemi ende shumë qarqe për të kaluar në orët në vijim.